Shikues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në çdo kënd dhe po prezantoj më një herë të ftuarit, është Klementin Mile, analist, njohës shumë i mirë i çështjeve politike dhe vendosës në peshore të gjitha diskutimeve dhe artikulimeve që ndodhin në jetën publike së fundmi. Poli Hoxha, gazetar, dhe politologu Ermal Asimja, i angazhuar së fundmi për të bashkuar radhët e opozitës me gjithë përpjekja që si ndalë. Faleminderit që erdhët. Ishim mbledhur për ndryshimet në qeveri, ato që mund të quhen të reja, por në një qeveri të vjetër, në një kontekst ku opozita zhvillon protestat e saj, i ka nisur që nga 22 dhjetori dhe vijon dhe ka paralajmëruar tjetrën me 12 mars, kur pritet edhe të votohet për imunitetin e Belinda Ballukut. Megjithatë, do fillojmë me Kosovën, sepse një zhvillim të ri, por në kuadrin e zhvillimeve të vrullshme që ndodhin atje, pasi nuk u arrit mbrëm të votohej në raundin e parë zgjedhja e presidentit të Republikës dhe as ndryshimet kushtetuese të prezantuara Beftas nga Vjosa Osmani ditën e djeshme, dhe kemi pasur lëvizje që tashmë e dim, shpërndarje të parlamentit, takim të Vjosa Osmanit me përfaqësues partive politike për të caktuar datën e zgjedhjeve dhe një reagim të Albin Kurtit, kryeministri që e quan dekretin e shpërndarjes së parlamentit antikushtetues. Ju ftoj të ndjekim një insert që mbledh në 2 minuta gjithë të zhvillim të ditës dhe ndalemi pak në analizë. Të votojmë edhe një herë për prezencë. Nuk ka korum për të vazhduar më tutje me votimin. Përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Dekreti për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve nuk është kushtetues. Këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Nëse zonja presidente nuk ka folur me emra, unë se di pse ju shkon juve mendja të kënd. Shpërndarja e kuvendit lidhet drejt për drejt me përfundimin e procedurës votimit. Pra, pasi të janë zhvilluar 3 raunde votimi, fakti është ky. Në mesnat është mbyllur përfundimisht çdo mundësi kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri. Neni 86 i Kushtetutës përcakton se presidenti i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Mandati im përfundon me 4 prill 2026. Kjo do të thotë se 5 marsi ishte afati i fundit kushtetues që kuvendi të zgjidhte presidentin e ri. Neni 82 paragrafi 3, i cili vendos kufirin maksimal prej 60 ditës nga fillimi i procedurës. E nëse brenda këtij afati presidenti nuk zgjedhet, atëherë krijohet baza kushtetuese për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve. E ju e dini që sot është data 6 mars, nuk është data 5 maj. Procedura për zgjedhjen e presidentit, edhe pse mund të fillojë deri 60 ditë para afatit të fundit, nuk mund të shtyhet mëtej, por patjetër duhet të përfundojë jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit aktual. Pra afati përfundimtar është i qartë, ka qenë mbrëm në mesnat. Nuk është çështja e 61-shi, është çështja e 80-shi, që i bie 2/3. Dhe në këtë situatë unë nuk besoj që zgjedhjet e përsëritura janë zgjidhje e re. Unë nuk besoj që mund të flasim për zgjedhjet e reja pa e thënë fjalën e vetë gjykata kushtetuese. Jam shumë më e qetë të përballemi me një kontestim për veprim në mbrojtje të Kushtetutës, sesa për mos veprim kur rrezikohen themelet e saj. Le të presim me qetësi dhe durim, ndërkohë që qeverisim mbar e mirë si gjithnjë. Dhe me këtë fjali të fundit, zoti Kurti tenton të reflektoj qetësi, sepse qeverisja nuk ndërpritet, megjithatë vendi pritet të shkojë në zgjedhje nëse gjykata kushtetuese e quan legjitim këtë dekret. Zoti Hasimja, çfarë do të thotë kjo përballje e Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit sot për te interpretimit të neneve 82 dhe 86 të Kushtetutës për afate që qartazi lexojnë të ndryshme, njëri e çon deri në maj, tjetra në prill. Çfarë është kjo krizë që nuk ndalet në Kosovë në pikpamjen e ndërtimit të institucioneve? Po është diçka që vjen nga përplasja e dy objektivave, 2 egove, le të themi. Zoti Kurti dëshiron që
në një farë mënyrë të marrë në dorë edhe institucionin e presidencës. Ndërkohë që zonja Osmanit natyrisht do dëshironte që të vazhdonte, aq më tepër që është ndjerë e inkurajuar edhe kohët e fundit, ndoshta edhe me atë nxitjen që i dha dhe pikët që mori, ndoshta nëse i ka marrë, po supozojmë që i ka marrë nga takimi me Trumpin edhe ato foto dhe video që i pam dhe sekretari Rubio. Kështu që besoj që dyja palët e kanë menduar që janë në të drejtën e tyre. Në rastin konkret, tani çështja është shndruar në një debat juridik që do duhet vendoset në korniza juridike. Por interesante është kjo që u mendoj që përtej asaj se po e lejmë atë ambicien personale të zonjës Osmani, që është në drejtën e vet legjitime natyrisht, por po shohim edhe pjesën e zotit Kurti. Unë mendoj që për nga mënyra se si është ndërtuar raporti i forcave politike në Kosovë, mund të kishte qenë më e arsyeshme që të ishte një president konsensual. Pra që se nuk është si rastin e Shqipërisë që ke dy forcat mëdha, PD dhe PS, edhe aty gjërat janë më thjeshta në një farë mënyrë dhe ka dhe kuptim ajo ajo teoria që ai fituesi i merr të gjitha, në një farë kuptimi. Por rasti i Kosovës nuk është ashtu. Rasti i Kosovës ke një fragmentim më të madh të skenës parlamentare. Dhe aq më tepër në situatën ku është Kosova, që ka nevojë për legjitimitet ekstra të brendshëm, sidomos mbas asaj çfarë ndodhi në këto 12 muajt e fundit me ribërjen e zgjedhjeve etj. Mendoj që edhe në kuadër të diskutimit, debateve, edhe të negociatave të gjitha formave lloje dialogut etj. Do duhet fakt që presidentit kishte një bazë sa më të gjerë legjitimiteti. Në të dyja rastet, qoftë në... Jo të vinte nga radhët e partive politike, për shembull. Mund edhe të vinte nga radhët e partive, nëse po të ishte konsensual. Se nuk ka rëndësi, ndoshta edhe partitë mund ta gjejnë një lloj formule. Ka formula të ndryshme, ti vendos disa propozime dhe partitë e tjera nga ato propozime vënë veton për disa dhe skualifikojnë dhe zgjedhin. Ka formula të ndryshme për këtë. Ndoshta do të kishte qenë mirë që të ishte edhe dikush jashtë partive. Pikërisht për t'i dhënë një lloj legitimiteti shtesë. Aq më tepër nëse do të ishte një person i besueshëm, një person me vlera, për shembull nga shoqëria civile. Kjo do të ishte diçka shumë pozitive. Por këto janë qëndrimet. Nuk janë qëndrime të jo ligjore ose të pandershme, janë qëndrime legjitime. Pyetja është pastaj thjesht ka një dallim midis asaj çfarë është politikisht legjitime dhe ligjore dhe asaj çfarë është pastaj interesi maksimal i vendit. Zoti Emilia? Unë patjetër bie dakord me shumë gjëra që tha Ermali. Edhe në fakt e ka thënë vetë zoti Kurti që këto zgjedhje të reja, pra nëse nëse do mbahen, po. Do mbahen, sigurisht që nuk janë zgjidhje sepse ne nuk mund të presim tani që numrat të ndryshojnë në mënyrë radikale. Raporti forcave të jetë i tillë që t'i lejojë, po themi vetëvendosjes që ta zgjedhë e vet me presidentin. Kështu që në këtë kuptim, natyrisht që nuk janë zgjidhje, janë thjesht kosto kohore, financiare, gjeopolitike po deshet, sepse fundja jemi në kushtet kur botës po i afrohen kërcënime të reja, situata nuk është e qetë, me fqim si Serbia aty në kufi, të cilët mund të inkurajohen edhe nga situata të tilla, pra është e rrezikshme që të bësh manovra të tilla, pa çka se janë brenda, po themi, asaj legitimiteti që politika mbart për t'i bërë këto manovra, janë ligjore, janë legjitime, është okej. Pra, si më thënë aktorët, qoftë zonja Osmani, qoftë zoti Kurti me radhë, janë sigurisht në drejtën e tyre për t'i bërë këtë lëvizje. Por, duke mbajtur parasysh që të mos e shkatrojnë terrenin ku po luajnë në një farë mënyrë, sepse terreni ku po luajnë është e ardhmja e tashme dhe ardhmja e Kosovës në një farë mënyrë, në kushtet tash e një situate të paqet, krizën në lindjen e mesme që mund të afrohet e të vijë deri në Ballkan. Ky është problemi që shohun, pra si më thënë, duhet pak më shumë përgjegjshmëri për të mos bërë lojën tënde duke shkatruar lojën e përbashkët. Sigurisht, te kjo përgjegjshmëria, kishte sinqeritet Kurti në bisedimet që ka pasur me përfaqësues të partive politike, në kuptimin që imponimi kandidatëve sot thonë që ne nuk mund të propozonim dy kandidatë nga Partia Demokratike e Kosovës, apo do të thënë vetë përfaqësuesit të partive politike duke sikur e kishin ndjerë veten jo të qasur në frymën e një përpjekje për të gjetur vërtet që një emër konsensual.
Okej, e para, dakor, ju përdorë termin sinqeritet, po unë do e përjashtoja fare nga analiza, sepse nuk jemi në psikologji e kështu me radhë, po jemi në politikë. Dhe në politikë, je apo jo i sinqert, pak rëndësi ka çfarë do bësh, fundja fare, çfarë do ofrosh. Vullnet të mirë? Po dakor, vullnetin, unë do i shikoja më shumë kështu. Edhe nga perspektiva vetë e Zotit Kurti, pse i duhet i ketë gjitha pushtetet? Pra, a do i vlente vetëvendosjes që t'i ketë gjitha pushtetet edhe presidentin në një farë mënyre? Sepse pastaj, sigurisht meritat do t'i marrë gjitha jo, por edhe përgjegjësitë. Dhe në këtë situatë, ku ndodhet Kosova, nuk është situatë e lehtë për qeverisur vendin e për dalë me sukses. Në një farë mënyre, edhe nga një këndvështrim pak egoist, po deshe, i aktorit politik vetëvendosje, nuk do i bënte mirë që të kishte gjithçka në dorë, sepse fundja pastaj mund të shkonte ndaj sipër, po për shumë shpejt mund të binte, për shkak se gjërat mund të shkonin në drejtimin që ata do donin. Ja kuptoj. Zoti Hoxha, si keni parë këto lëvizje, dështimi i politikës, Montej zonja Osmani që propozoi amendamentet kushtetuese për zgjedhje nga populli, sot e saksoi që gjithsesi këto do të ishin përpas 5 viteve të tjera për presidentin tjetër, jo këto që do duhej të zgjidhej aktualisht, dhe më tek kjo përplasje. Që është futur në një përplasje procedurale dhe në këtë kuptim nuk dua të merrem me këtë, sepse ka vajtur në gjykatën kushtetuese dhe ajo besoj do ta thotë fjalën. Po para se të hynim në emision, ka reaguar për Radion Europa e Lirë Bashkimi Evropian. Dhe tekstualisht ka thënë shprehim keqardhje të thellë për zhvillimet politike. Domethënë ky është mesazhi që ka dhënë kjo krizë që ditën e sotme, besoj do shprehen dhe amerikanët, se çfarë po ndodh? Po ndodh që kemi një krizë dhe atje dhe këtu të simuluar. Domethënë një krizë që kapet me provokime, domethënë provokohet, pastaj me teknikalitetet shkohet deri në këtë gjendje. Sepse, pse e them këtë? Për shembull, edhe në rastin më përpara Albin Kurti, në rastin e kryetares së kuvendit, vajti propozoi për kryetare kuvendit, duke që ishte pak a shumë e ngjashme si procedurë, një emër që kishte të sigurt, që kishte patur përplasje politike, një emër militante të sigurt që opozita, madje domethënë opozita akuzonte që kjo ka qenë më egra kundër nesh edhe na ka fyer madje etj. Një emër të cilët e dinte shumë mirë që opozita nuk do ta pranonte. Dhe në këtë herë, dhe në këtë rast kishte një aleate me lëvizjen brenda që edhe ndoshta e ka sjellë në pushtet, po ka ndikuar shumë për ardhjen në pushtet, në kohën lëvizja Guxo bashkë me Donika Gërvallën që tashmë ka kaluar në krahun e 100% në krahun e Zotit Kurti, e cila njëkohësisht i kishte shkrirë atë, ne e dim shumë mirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e hoqën si partner strategjik Kosovën, e kupton, ka patur zhvillime shumë të forta. Bashkimi Evropian i vuri embargo Kosovës. Dhe Kurti ka patur një marrëdhënie. Ndërkohë, kohët e fundit, Osmani po i jepte një fladitje të këtyre marrëdhënieve të ngrira, edhe u hoqën nga Bashkimi Evropian. Sanksionet, pavarësisht se përdori Edi Rama, e bëre ti, tha meritat tënde kështu, po këto janë dhe politike gjeopolitike, por ishte ajo. Shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk po quaj takimin multilateral që mburet Rama, sepse aty ishte edhe sekretari i parë i Vietnamit, por fjalia e Trumpit më telefono për Serbinë, jo për ty, për hallet e tua çfarë ke në shtëpi. Më telefono për Serbinë nuk ishte pa gjë, sepse njerëzit atje gjithë stafet mbajnë shënim. Nuk është problemi se e lëshoi Trumpi atje, po një fjali e Trumpit atje merret në gjitha zyrat, sekretari i shtetit, sekretari i luftës etj. Dhe ajo është një lloj direktive presidenciale. Pastaj të nesmen ishte vetëm nga ata atje që u prit në zyrë nga Rubio dhe që dihet që bisedë. Pra, në këtë lloj klime nuk do ishte keq, ndërkohë LDK-ja ka thënë ne nuk jemi shprehur ndonjëherë kundra Osmanit. Por ky çfarë bëri u hodhi glau konjusën. Provokimi i hapur fare një njeri që vjen nga militantizmi etj. Në krah të djathtë në opozicion. Po pra, dhe këto janë provokime. Ka dhe opozita pjesën e saj. Tani, a duhet që të krijosh, e shpjegoj shumë mirë në këtë situatë gjeopolitike, Rusia ka afruar, ai Vučići ta krahason bombardimin e Amerikës mbi Irakun, ta krahason me bombardimet e 98-s, kundra Beogradit, Vulin, një prorus, ishi krau i djathtë në hije
edhe hapur ka qenë, thot, bën deklarata lufte për Kosovën, dhe ti ndërkohë ke të ngarkuar perëndimin, rusët afrojnë trupa në Letoni, gjithë perëndimi është gati në një prag lufte botërore, sepse janë ndarë, e ke parasysh, Rusia, Kina, Iraku andej, dhe ti në këtë situatë, për një konsensus, siç e tha Ermali, që mund të fusësh brenda dhe patriotizmin patjetër në një shtet të brisht që akoma nuk ka mbaruar njohjet, ke edhe këtë ftoje me ndërkombëtarët, ti krijon kriza të këtij lloji, zgjedhjet parakoshme, ai ke bërë 5 palë zgjedhjet parakoshme, sa kanë bërë 4 më duket. Të katërta. Dhe kjo është një mungesë e papërgjegjshmërie plotë e klasës politike. Siç është edhe këtu në Shqipëri që pikërisht kur ndodhin gjitha këto situata, kur ndodhin gjitha në vend që të ketë unitet kombi, shteti, klasa politike, këtu fillojnë dhe nxisin përplasjen dhe radikalizohen. Okej, do kalojmë pak tek Dashamir Bërxulli, analisti që her pas here është i pranishëm në transmetimet tona në A2 CNN. Zoti Bërxulli, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni në çdo kënd. Dhe kemi nisur programin sonte për Kosovën, një ndryshim tematikës i detyruar pikërisht nga zhvillimet e fundit atje. Cila është analiza juaj mbi replikat e forta të ditës mes Osmanit dhe Kurtit, replika në distancë, por gjithçka vjen pas asaj dite të dështuar të djeshme për të kapërcyer raundin e parë të zgjedhjes së presidentit? Fillimisht këto janë raporte që ka kohë që janë prishur dhe kanë kulminuar tashmë me faktin që lëvizja vetëvendosje nuk e mbështeti zonjën Osmani, siç ajo priste, për një mandat të dytë për të rizgjedhur në postin e presidentes. Dhe sigurisht që pastaj ka pak me gjitha këtë gjë u vu në rastin kur zoti Kurti i ofroi zonjës Osmani që të jetë kundër kandidate e zotit Konjukca, dhe aty nëse do të hynte ajo në një histori të tillë, aty praktikisht do të kishte histori, sepse do të fitonte zoti Konjukca në raundin e tretë. Pra, besoj që kjo u mor si mesazh shumë personal nga zonja Osmani, dhe ajo sigurisht që pastaj vendosi që të dilte edhe publikisht përmes stafit të saj për të hyrë në replika me lëvizje vetëvendosje, por po ashtu bëri një veprim, si thua, in extremis, të ofroi disa amendamente të Kushtetutës Kosovës për të u zgjedhur presidenti drejt për drejt nga populli. Siç tha sot, ajo kishte pasur idenë që këto ndryshime kushtetuese të hyjnë në fuqi për herën tjetër, sepse është një klauzul që kërkohet mendimi i gjykatës kushtetuese për amendamentime të tilla, dhe sigurisht që për disa orë gjykata kushtetuese e Kosovës nuk mund të përparashojë për këtë çështje. Po, dhe zonja Osmani përmendi që do duhen edhe 6 muaj paraprakisht për të shkuar në një proces të tillë, kështu që domosdoshmërisht ajo nuk kishte lidhje me emrin e saj apo me mundësinë e përfshirjes së saj në një garë aktualisht për të zgjedhur nga populli. Megjithatë veprimi i saj ishte disi impulsiv, dhe në momentin kur pritej që thirrë seanca për zgjedhjen e presidentit, çuarja e këtyre amendamenteve në kuvent ishte, si thua, një paralajmërim i kthimit të saj në politikë aktive, meqense është e qartë që nuk do të zgjedhet presidente për mandatin e dytë, dhe në këtë aspekt, domethënë, ajo do dilte me idenë që, domethënë, unë bëra maksimale në asaj që duhej, që presidenti zgjedhet nga populli, duke projektuar veten si personi që eventualisht do të kishte mbështetjen popullore në këtë rast. Kështu që në këtë lojë me vetëvendosjet kemi raporte të prishura, domethënë tashmë një kohë të gjatë, të cilat u duk sikur u ofruan kur zonja Osmani caktoi në favor të lëvizjes vetëvendosje datën 28 dhjetor për zgjedhjet parlamentare, dhe ajo që ditën tjetër, pasi u pa qartë që fitoria e vetëvendosjes ishte mbi 50%, atëherë ajo në një kuptim kërkoi kusurin e këtij veprimi që ishte mbështetës për vetëvendosjen, dhe shpalli kandidaturën e saj për rizgjedhjen e mandatit të dytë. Por megjithatë zoti Kurti nuk është shprehur domethënë favor të saj, dhe sigurisht që ka bërë shpjegimet me numrat dhe hapi terrenin duke biseduar me liderët e opozitës, duke bërë një lojë negociatash për konsensualitet, por realisht duke bazuar krejtësisht strategjinë e tij
mbi frikën e opozitës për zgjedhjet e reja, sepse qartësisht opozita doli e dobësuar në zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe në këtë aspekt, domethënë duke llogaritur që ato do të shmangin me çdo kusht zgjedhjet e reja, zoti Kurti i çoi negociatat deri në fund, duke vendosur opozitën me shpatulla masmuri, në mënyrë që ata pastaj të pranonin një kandidat të tij, të cilin pavarësisht se ai tha që nuk do të jetë partijak, pastaj vendosi që të ishte i tillë. Zoti Bërxulli, mendoni Kurti e përjashtoi sot vullnetin e tij për të shkuar në zgjedhje, pasi domosdoshmërisht nuk do të arrishin numrat sipas tij për të zgjedhur presidentin, ndonse pohoi që gjithsesi vetvendosja vetëm sa i shton mandatet e deputetëve, por mendoni se qëllimi i tij ishte që të shkohej në këtë zgjedhje, pra nuk e ndjente ai që mund të kishte krizë për zgjedhjen e presidentit? Siç e thash pak më herët, ai u bazuar në një masë të madhe të frika opozitës për të shkuar në zgjedhje dhe mendoi që nëse e çon në situatën e limitet e kufirit kohor, atëherë opozita do të pranonte kandidat të propozuar nga ai, sepse domethënë për të shmangur zgjedhjet. Siç duket, ai me një proces deshi të eliminonte disa momente, deshi të eliminonte zonën Osmani, deshi që të zgjidhte presidentin e vet dhe deshi të ta nxjerrë opozitën edhe më dobët se sa doli nga zgjedhjet, sepse ajo nëse do zgjidhte një president konsensual, po që do të vinte nga si propozimi i zotit Kurti, atëherë me gjas ajo do të dilte edhe më dobët nga negociatat. Në fakt, ishin shumë fronte për një kohë shumë shkurtër për zotin Kurti dhe mendoj që ndryshimet e qëndrimeve brenda disa ditësh realisht domethënë mendoj që shkojnë në dëm të zotit Kurti. Tani, po, doja të bëja një pyetje. Si e konsideroni deklaratën e zonjës Osmani se gjithçka erdhi nga njerëz që kanë qëllime të rrezikshme? Kjo është në linjë me deklarimin e saj në Parlamentin e Kosovës, në deklarimin vjetor, raportimin vjetor të saj para Parlamentit të Kosovës në nëntor të vitit 2024, kur tha që domethënë nuk mund të luajmë bixhoz me partneritetet tona strategjike ndërkombëtare. Domethënë theksoj fjalën bixhoz që përmendi ajo, ishte momenti kulminacioni i ulët i marrëdhënieve të saj me qeverinë, veçanërisht me zotin Kurti dhe me zonjën Bërvalla, me cilin kishte themeluar së bashku listën Guxo. Dhe domethënë atë kohë u duk sikur marrëdhënia ishte e pariparueshme, pastaj zoti Kurti tregoi durim në këtë rast. Zoti Kurti është një lojtar shumë i mirë në këtë aspekt dhe domethënë ka një ide vetën dhe shtyn deri në fund dhe këtë bëri me zonjën Osmani, derisa e bëri atë që të caktoi zgjedhjet e datës 28 dhjetor. Dhe në këtë aspekt mendoj që domethënë zonja Osmani edhe ajo ju vu në kuptim lojës së zotit Kurti me lojë nervash dhe ky lloj debati sigurisht që tregon edhe një herë që jemi larg pjekurisë dhe rritjes së duhur demokratike dhe kapacitetet të duhura demokratike në Kosovë, sepse realisht Kosova po bën nga kriza në krizë, u shpresuam shumë që me këtë 51% do të zgjidhen të gjitha dilemat dhe institucionet do të funksionojnë, nuk ishte gjë e mundshme dhe mendoj që kjo është një lajm shumë i keq për vendin tonë. Edhe një pyetje, a ndihet një lloj afrimi më i fortë i zonjës Osmani me elitën demokratike të Kosovës këtë ditë, nisur nga mesazhet e zotit Abdit Xhiku apo përfaqësues të familjes së presidentit të Ndjer Rugova? Natyrisht, sepse domethënë në këtë situatë mendoj që opozita veçanërisht e Ligia Demokratike e Kosovës del një grim fort për shkak se vazhdoi negociatat me zotin Kurti, por nuk doli e nështruar. Dhe meqense domethënë qartazi Kurti luajti me frikën e opozitës, po tani ka frikë vetë nga zgjedhjet. Sepse u bë skenari që ai nuk donte, po që ja paraqiste opozitës dhe deklaronte publikisht. Dhe në këtë aspekt, domethënë ky afrim eventualisht mund të japi, le të themi, indikacione që mund të kemi një aleancë pas daljes Abdit Xhiku Osmani, pas daljes së zonjës Osmani nga presidenca. Zoti Bërxulli, shumë faleminderit për këtë ndërhyrje tuaj në çdo kënd sonte.
Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ne nga Prishtina do të kthehemi në Tiranë, por fillimisht do ndjekim insertin e betimit të ministrave të rinj të kabinetit qeveritar të Edi Ramës dhe rikthehemi për një analizë. 5 muaj nga formimi i qeverisë në mandatin e 4, Edi Rama ndryshoi pothuajse gjysmën e kabinetit të tij, me 6 ministra dhe zëvendës kryeministren e re. Betohem. Pasi morën votën e majorancës në parlament, anëtarët e qeverisë u betuan mbi kushtetut para kreut të shtetit në pallatin e brigadave, për të marrë zyrtarisht detyrën e vendosur nga kryeministri Rama. Betohem. Me njerë pas betimit, zëvendës kryeministra Koçiu dhe 6 ministra të ri mbërritën në kryeministri për të marrë pjesë në mbledhjen e parë të qeverisë. Ministri i jashtëm, ai i mbrojtjes, infrastrukturës dhe ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, u ulën për herë të parë në karrikët e ministrit, ndërsa ministri i drejtësisë, i brendshmi dhe zëvendës kryeministra thjesht kanë ndryshuar pozicionin dhe digasteret. Në përfundim të mbledhjes me dyert të mbyllura prej 80 minutash në ndërtimin e kryeministrit Rama, ministrat e rinj u zotuan në rrjetet sociale që do të punojnë në shërbim të vendit dhe qytetarëve në detyrat e sapomara. Për dikë që ka shërbyer me devotshmëri për më shumë se 3 dekada e gjysmë si në punës publike dhe si antar i shërbimit të jashtëm, nuk ka nder më të madh se sa ngjitja në përgjegjësinë e ministrit për Europën dhe punët e jashtme, në një moment kaq të rëndësishëm për vendin tonë, së bashku me kolegët e mi në shërbimin e jashtëm. Do të vazhdojmë të punojmë për të përmbushur me dinjitet misionin tonë në shërbim të Republikës së Shqipërisë, në zemër të cilit qëndron pakhthyeshëm procesi antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. 7 ndryshimet në qeveri u lajmëruan nga kryeministri Rama në mbledhjen e grupit me dyert të mbyllura me 26 shkurt, disa ditë pasi gjykata kushtetuese la në fuqi pezullimin e Belinda Ballukut nga posta qeveritare me kërkesë të SPAK dhe vendim të gjykatës së posaçme. Shefi i qeverisë nuk ka dhënë asnjë shpjegim publik për shkarkimet dhe emërimet e reja, përveç se për Ballukun, për të cilën ai mendon që po të kishte qenë në rrethana të tjera, nuk do të ndodhte largimi i saj nga qeveria. Ky ishte betimi i ministrave sot dhe mbledhja e parë e tyre në tryezën e re të mbledhjes së qeverisë. Zoti Mile, një fytyrë disi e ndryshuar, zonja Balluku pati edhe komunikimin ndoshta të parin dhe pas komunikimit të masës së arrestit dhe të fundit si ministre e infrastrukturës. Çfarë pret vendin? Me këtë qeveri, a është e shpejtë, a është shumë e kanë komentuar si një gjë afatshkurtër e motivuar edhe nga ajo fjali e zotit Rama që përsëritet që nga shtatori që ndërhyret në qeveri do i bëj si një lojë basketbolli. Po të shikojmë, edhe me që e përmendët, fjalimin që mbajti sot zonja Balluku, përpara punonjësve të ministrisë, fjalimin e lamtumirës. Po të shikojmë pastaj edhe reagimet nga ana tjetër të zotit Rama për këtë çështje, pra për çështjen e zonjës Balluku, akuzat ndaj saj etj, që i kemi parë gjithë këtë kohë. Në fakt unë vëre këtë që ende ka, për gjithë ata që mendojnë që s'ka një koordinim mes tyre, në fakt ka një koordinim mes tyre. Po të shikosh pra gjuhën, termat e përdorur, qëndrimin që mbajnë me radhë. Për shembull, çfarë lloj koordinimi? Është pak a shumë si polici mirë, polici keq, për ta bërë të thjesht për popullin. Në kuptimin që njëri ul temperaturën e çështjes, është zonja Balluku, po ta shikonit edhe sot në atë fjalimin që mbajti të lamtumirës. Pra, drejtësia në punë vet. Nuk do kem asnjë akuzë ndaj prokurorit. Po, nuk do kem asnjë akuzë. E me radhë, nuk kam bërë as këtë, nuk kam 300 apartamente, gjitha këto. Pra ishin një lloj ulje temperature në një farë mënyrë. Ndërkohë, zoti Rama nga ana tjetër nuk bën uljen e temperaturës, po bën si thua një lloj inkuadrimi ose kornizimi të debatit. Pra nga çështja substanciale e zonjës Balluku ka apo jo faj, të çështja kushtetuese, kush ka të drejtë të pezullojë etj që kemi dëgjuar kaq herë. Në territorin e ekzekutivit. Edhe për ta vazhduar edhe me dy fjalë të tjera. Pra për ta karakterizuarin që këtë lloj bashkëpunimi, si më thënë, ose sinkronizimi që kanë që të dy këta aktorë. Zoti Rama është në një sulm narrativ ligjërimor, pra sulmon duke bërë atë rikornizimin
si me thënë, e debatit, ai e bën këtë duke sulmuar, ndërkohë që zonja Balluku është në pozicionin mbrojtës. Nuk ka tonet larta, ka tonet qeta, teknokratike madje, punë dhe mira që janë bërë gjithë të kohë etj. Dhe duket se ndarja e roleve është kjo që riskun politik e merr zoti Rama, ndërkohë që riskun dhe për ta menaxhuar, ndërkohë që riskun juridik e merr zonja Balluku. Që do të thotë për mua, nëse kam të drejtë në këtë lloj leximi, do të thotë që kur të vi puna për imunitetin pak më vonë, nëse vijohet me, pra nëse këto premisa janë reale, atëherë bie që s'kam për ta hequr imunitetin. Të paktën do shtyhet kjo çështje ca kohë. Sepse i bie që kjo lojë ku të dy aktorët sinkronizohen për ta menaxhuar sa më mirë, edhe politikisht, edhe juridikisht, për çfarë i lidh politikisht dhe juridikisht që të dy, do vazhdoj dhe unë mendoj që zoti Rama ka nevojë për kohë dhe po merr kohë. Po e proceduralizon çdo gjë, edhe kjo për shembull që ndryshon gati gjysmën e qeverisë në një farë mënyre, është një lloj fitimi kohe. Si thuash, nëse po sulmohej vazhdimisht dhe po bëj target zoti Rama për shkak të zonjës Balluku, që ishte aty zonës kryeministre, ministre, e rëndësishme etj. Atëherë tani duke e hequr, duke e lënë vetëm deputete për shembull, në një farë mënyrë sikur zbut pak, sikur largon një target, pra për opozitën, për median, në një farë mënyrë nuk është më krye fjala zonja Balluku, po përmendej më shumë se sa Rama. Është shtruar edhe me zonjën Olta Xhaçka, kështu që. Po përmendej më shumë se sa Rama, ndërkohë që pra që është anormale në një farë mënyrë. Si mund të përmendet dikush më shumë se sa lideri? Lideri që ne kemi thënë që është edhe kryeministri, edhe ministri, edhe të gjë. Zoti Hoxha? Shiko. Ikën apo nuk ikën imuniteti zonjës Balluku në këtë rast? Ka sinjale të ndryshme. Fakt është që lëvizjet që bërin qeveri kryeministri Rama në fakt ishin detyrim përcaktim përveç zonjës Spiropali, sepse ishin lëvizje domino. Po ti shikosh praktikisht ishin, në qoftë se dominoja fillon nga Spaku në gjykat tek Rama në gjykat kushtetuesja e pezulloi, nuk mund ta linte më, domethënë, sepse ashtu ngeli vendimi, pavarësisht se u tha i ndërvjetëm, por vendimi ngeli që kjo pezullohet. Dhe Balluku pastaj rasi zëvendës kryeministre. Ministria e brendshme zuri vendin e kësaj, ministri i drejtësisë zuri vendin e kësaj, dhe të gjitha lëvizjet, po të shikosh, janë pasojë e kësaj dominoje. E veçantë është, domethënë e papritur, është Ministria e Jashtëm që do analizë tjetër. Tani do hiqet imuniteti apo jo? Afati është maksimal është data 16 de facto nga pikpamja procedurale, por është 12 se s'ka seancë, domethënë plenare. Kështu që këta kanë bërë gjithçka për ta çuar në limitet, por unë po nuas dhe duke parë dhe deklaratat që mjafton masa e kushtetueses, që konfirmoi kushtetuesja masa e parë, sepse ata të vazhdojnë hetimet, vazhdon masa e parë, që ndoshta dhe mund të djegin afatet. U duke dhe e qetë sot zonja Balluku në një farë mënyre, por djegja e afateve ka një problem tjetër. Djegja e afateve është një përgjegjësi tjetër që këta nuk e din, dhe unë besoj që do të aplikoj Spaku, është një nen në kodin e procedurës penale që është aplikuar vetëm një herë për këta zyrtarët shqiptarë, është aplikuar te zonja Bushka, Klodita Bushka, si ish kryetare e Komisionit të Ligjeve, që është në çështjen Veliaj, e cila ka vetëm një akuzë aty. Nëse këta të tjerët kanë gjithë grupi që është i madh atje, biznesmen apo dhe zyrtar, dhe zoti Veliaj vetë që ka shumë, kjo ka vetëm pengim i drejtësisë. Që ç'do të thotë? Do të thotë që Këshilli i Mandateve duhet, por demokratët nga ana e vetë e kanë bërë raportin, e kanë bërë dhe e çuan që për këtë seancë që nuk u fut në rendite nga kryetari i seancës. Nga ana tjetër, këta jo vetëm që nuk po dalin me raport dhe ka një javë, 10 ditë Rama po pret raportin e Ulsimanjës. Ndërkohë që Ulsimanja vetë kishte thënë që do ta çojë te mbledhja e parë e grupit, u bë mbledhja ishte një fjalim 100 minutësh i kryeministrit që unë e kisha dëgjuar vetëm nga Kaddafi dhe nga Fidel Castro, se 100 minutë. Deputetët mund të cilësohen si pengues të drejtësisë. Po patjetër, dhe do të cilësohen. Dhe këtë ta kesh të garantuar. Pse?
jo vetëm deputetët, po dhe kryesia e kuvendit, në qoftë se nuk e fut, nëse djeg, sepse ata e kanë për detyrë, është tjetër gjë, Merita, është komplet tjetër gjë që ta mbrojnë, të thonë jo për ne, për këto arsye ose edhe pa ndonjë arsye kushtetuesore politike, kjo ose këtë arsye që japin. Kjo e ka një mas, ne mendojmë që kjo mas nuk është e nevojshme dhe votat i kanë, por të mos zbatojnë, e kanë detyrë funksionale, ata paguajnë nga taksat, në qoftë se një institucion, është marrëdhënie institucionesh, siç është në këtë rast drejtësia, është Spaku, i kërkon që të marrë në shqyrtim, Spaku nuk i thot hiqe. Hiqe e kërkon, se do masën e tjerë. Po Spaku i thot merre në shqyrtim këtë kërkesën time, sepse unë kam këto fakte, për cilat ajo po prish provat po bën këtë, nuk duhet jetë deputete. Prit ta mbaroj. Dhe në qoftë se këta djegin afatin dhe nuk bëjnë detyrën e tyre funksionale, patjetër që janë duke penguar drejtësinë, siç janë në radhë dhe Izuri dhe zoti Bravo të aty të komisionit, drejtor, sekretar ministrish, një nga akuzat për shumë për zotin Agasi si sekretari përgjithshëm i kryeministrisë, e di atë të famshëmin e patllakeve të byros, çfarë ndodh? Spaku, një institucion i pavarur, i kërkon X institucioni, X ministrie, X drejtorie, më sill procedurën e X vepre që po e hetoj. X rrugë, X vepre lotit këtu në Tiranë, që po e hetoj. Dhe ai thot nuk ta jap, nuk kthen përgjigje, nuk jep shkresat që ai do t'i bashkëngjis atje se janë shkresat zyrtare. Ky është pengim drejtësie. Ti s'mundesh si institucion të bësh sikurse e njeh dhe parlamenti, kështu kryesia e kuvendit duhet ta fus në seancën brenda afatit 6 ditor që e kishte, që mbaron 16 mars, dhe pastaj politikisht le të votojnë ta mbrojnë. Në procedurë duhet futur. Po patjetër se ndryshe quhet pengim drejtësie. Pengim drejtësie. Po ajo logjika politike. Kurse për fjalimin them dy fjalë. Fjala kyçe që ka pa unë te fjalimi njëri ishte spektakli. Spektakli më kujtoi, domethënë atë kohën e Tahirit, e ke parasysh gjithë punonjësit e prisnin jashtë, sikur kjo ishte nëna e tyre. Kjo vetë u shfaq atje, vetë pasardhësi tha ti më ke e falenderoj, ti më ke bërë këtu, gati nuk e fshehan që ishte ajo prapë në atë institucion, mënyra si duart trokitej, dhe fjala kyçe ishin dy momente kyçe. Momenti i parë ishte që tha, unë tha nuk do merrem tha me mbrojtjen e vetes sime. Pse? Sepse ka ndryshuar komplet situata. Nëse Edi Rama ka patur si slogan se cili mban përgjegjësinë për veten, merr avokatin e vet kur të shkojë te Spak, tani është kthyer strategjia rasti Balluku që partia, grupi parlamentar, qeveria mbron zonjë Balluku dhe zonja Balluku tha paga shumë tha e ka për detyrë të më mbrojë kryeministri, partia, grupi parlamentar. Unë vetë tha, ata le të vazhdojnë, nuk as do t'i mbur, as do t'i sulmoj. Dhe këtë e shoqëroi me fjalën tjetër kyçe që tha, shembulli jon, tha dhe ja kujtoj që unë tha kam punuar me kryeministrin që në vitin 2000. Domethënë i kujtoj gjithë karrierat tënde ku ka patur buxhete që nga kryetar bashkie e tjerë është, kemi ecur bashkë. Një dhe than, ne tha, veprat që kemi bërë, tha, i kemi bërë të gjitha, tha, në shembullin e Edi Ramës. Pra, veprat për cilat po hetohet ajo i ndërlidhi me edhe zoti Rama në shënimet e fundjavës e theksoi që në rrethanat e tjera në asnjë rast nuk do ta largonte. Po ajo duket e qartë. Rama e ka njësuar, është bërë simbiozë, e ka njësuar veten me Ballukun. Dhe prandaj Balluku domethënë nuk thot asgjë. Për Spiropalin do kthehemi pas pak. Zoti Asimja, lidhur me këtë situatë. Një qeveri e ndryshuar me hijen e zonjës Balluku aty, e cila sot dha edhe mesazhet e fundit që do të përballet me drejtësi, nuk do ta sulmoj atë dhe nuk është e korruptuar. Në thelb nuk kanë një ndryshim të madh si qeveria, se ikën Balluku, por janë marrë masat që njerëzit e Ballukut janë aty brenda. Dhe nuk janë vetëm brenda në qeveri, po janë edhe në parlament, do në pushteti i saj aty brenda vazhdon. Në shumë gjasa pushteti nuk vjen thjesht rastësisht sepse ka njerëz aty, sepse i ka promovuar vetë, por vjen edhe për shkak se ato çfarë ajo ka bërë në fakt edhe në marrëveshje me Ramën. Kjo është e qartë, sidomos në rastin e kompanisë turke e tjerë,
Është e qarta gjë dhe mendoj që është dhe një nga arsyet pse edhe Balluku nuk është mbrojtur realisht në publik ndaj akuzave që janë bërë. Sot po ta shikonit, akuza që përmendi ishte akuza e 300 apartamenteve, që është akuzë që është bërë fakt në ato gjyqin publik, siç e thotë edhe ajo vetë. Që e ka shoqëruar. Është një top që ja ka ngritur opozit, ja ka ngritur Berisha pa lidhje, domethënë. Por nuk u mor me akuzën e vërtet. Atë që është akuza reale aty brenda, që është çështja e prishjes. Që një pjesë është lexuar dhe në komision, dhe fakti që për akuzën reale, akuzat reale, po në fakt ajo është arsye kryesore, akuza kryesore, me atë nuk është marrë ndonjëherë. Thjesht ka thënë në 2 raste se kjo është mbrojtja e dytë që bën. Po të shohësh edhe raport me të tjerët që kanë dhënë argumente, janë mbrojtur në një mënyrë publikisht. Ajo nuk është mbrojtur në këtë rast. Më falni. Kjo të bën të mendosh edhe që eventualisht ka prova të tjera pastaj që o ta bënin tingëllonte shumë të çuditshme çfarë do lloj mbrojtje nga ana e saj, megjithatë kjo duhet parë, s'kemi pse ta. Edhe kjo mbrojtje sipas jush do të vijojë edhe në seancën e votimit të imunitetit. Tani mbrojtja është ajo që tha Poli, tani mbrojtja është politike. Është ndërtuar korniza, është ndërtuar gjitha skenografia, konteksti aty brenda dhe tani mbrojtja do të jetë politike. Me shumë gjasa dhe kjo çështja e mandatit, e imunitetit, ashtu do të shkojë. Do të shkojë në kuptimin që ne lejojmë hetimin, por nga ana tjetër nuk do të heqim imunitetin. Por do kemi parasysh një gjë që imuniteti mas 3 vjetësh ikën automatikisht. Jo, mund t'ja kërkojnë prapë ata, me faktit të reja, ju ja kërkojnë prapë. Dhe mund t'a refuzojnë prapë. Mund të përshpejtojnë për një çështje gjyqin dhe pastaj ta heq KQZ-ja. Ka rrugë të tjera të ta heqë edhe KQZ-ja, më shpejt se 3 vjet që po flas për opsionet më shpejt se 3 vjet. Mirë, po shiko, Partia Socialiste ka treguar aftësi përfituese, imagjinative, kreative, të jashtëzakonshme nga pikpamja ligjore. Po më duket se është trashur. Ka një e para është trashur se argumentat janë bërë me trash. Por shenja trashi. Kur ti do ta kundërshtosh diçka, mund të për shembull ajo çështja e lidhjes imunitetit me punën e pezullimit, që s'ka asnjë lloj kuptimi, pikën e lidhjes. Do të thënë, edhe atë e bëri, çdo edhe një jurist minimal e kupton shumë mirë çështjen. Prandaj po them që Partia Socialiste mund gjej, që në momentin që ka vendosur diçka, mund gjej pafund pastaj argumenta të tillë, cilët ne të gjithë do t'i përgënjeshtrojmë nëpër studio, pasi Rama e ka një shqetësim që është pranimi, mbyllja e negociatave së pari në 2027-ën, pavarësisht se doli edhe publikisht me Aleksandar Vučić për një qasje realiste, quajtja i drejt BE-s, ku mund të hiqet dorë nga për shembull nga pasuri komisioner apo eurodeputet apo kushtet kur ishin dorë nga gjithçka, por na jepni emrin, po ka një presion të fortë nga Bashkimi Evropian që e detyroi që të bënte këto ndryshime që i bëri, dhe në krahun tjetër ka një shqetësim që e ka shprehur fort edhe në konferencën e fundvitit që administrata ka frikë të firmosë e thrasin në SPAK, dhe ndërkohë ndryshimet e shpeshta në qeveri që ai thot do t'i bëj dhe do t'i bëj dhe do t'i bëj, nuk është se inkurajon administratën për të qenë në një punë apo në një tjetër në varësi të ministrave që ndryshojnë. Atëherë, një pyetje kam unë, nëse ty të vjen një dokument në administratë për të firmosur, ti konstaton që është brenda gjithë kornizës ligjore, pse duhet të kesh frikë? Ja, më shkojmë neve firmosim. Shkoj u firmos. Pse duhet të kesh frikë? Shkoj u firmos. Qose s'ke ndërmend të shkelësh ligjin dhe të vjedhësh. Ka edhe diçka tjetër. E pat qeverinë e re. Jeni parë edhe qeverinë e shtatorit e tjerë. Ju shikoni se si lëvizin disa ministra, vin disa ministra të rinj. Është qartazi, nuk ka mungesë vullneti nga ana e Partisë Socialiste për të prodhuar drejtorë edhe ministra. Është gjithmonë dikush i cili është i gatshëm për të firmosur aty. Pra më duket problem inekzistent ai, dhe më duket një lloj arsyetimi, një lloj preteksti, le të themi. Është e vërtetë që kanë frikë sot, por nuk kanë frikë sepse po i bjem qafë SPAK-u dhe GKK-ja kot, sistemi drejtësisë. Kanë frikë sepse eventualisht mund të firmosin gjëra që janë në kundërshtim me ligjin. Ky është thelbi. Sepse detyrohen nga lart që Patjetër. Siç doli te përgjimet, këtë e dua se s'bën. Si i thoshte Berberit zonja Balluku. Zonja Balluku i thoshte Berberit kur u mbyll çështja, i thoshte të lajmëroj atë se më çmendi. E kupton, se s'po the fjalën për cilën përdorte. Pra, presioni vjen nga lart. Ky është që po vetëm diçka të më fal Klementina, që ta mbyll pastaj vetë. Ka diçka këtu. Ti ishte për presionin vendor, Rama nuk do e çante kokën. Për ta thënë thjesht fare kështu, me gjithë thjesht.
Duke dhe çante kokën për arsyeën e thjeshtë sepse u pa se ç'a ndodhi. Kjo qeverisje ka ato gjithë skandalet që ka, problemet që ka etj. Dhe në zgjedhjet e fundit mori ato mandate që ka. Edhe po të heqësh pjesën e mandateve që janë marrë me blerje votash, me intimidime, me patronazhime etj, me 100 mënyra të ndryshme, po të heqësh se prap janë shumë ato që mbeten. Edhe nga sondazhet ty të rezulton që është një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve që nuk e kanë problem të votojnë të korruptuarit. Dhe ky është problemi i madh në Shqipëri. Në këto kushte, duke pas gjithsesi prap, edhe po t'i bënte sot zgjedhje, prap Rama do kishte mbështetjen edhe të krimit të organizuar, prap të përdorte administratën. Siç i tha Dhe prap do fitonte 83 deputet. Domethënë, presioni ka ardhur në rastin konkret, ka ardhur nga jashtë. Dhe dy burime, kuptohet, Bashkimi Evropian edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë do thoya këtë që, rasti i zonjës Balluku është i rëndësishëm për atë si person, si ministre dhe zëvendës kryeministre, pra si një person i rëndësishëm në Partinë Socialiste, në shumicë, në qeveri, në politikën shqiptare. Por, unë mendoj që ka dhe një lente tjetër për ta parë. Pra, zonja Balluku nuk është thjesht një njeri që është i rëndësishëm dhe influent në politikën shqiptare. Është gjithashtu një simbol. Është simbol i modelit që ka promovuar shumica, sepse për shembull ishte në zgjedhjet e kaluara të 2025-s, ajo arriti fitoren më të shkëlqyer në një farë mënyrë në terma numerik, në fier, pra, nga pikpamja e asaj që kërkonte, po themi, Partia Socialiste, zoti Rama me radhë. Në këtë sens ishte simboli i suksesit, kështu arrihet suksesi, pra. Mirë po, kështu arrihet suksesi, filloi krijoi ato ose vazhdoi të rrisë, po themi, rrjetin e vet, e kështu me radhë. Ndërsa sot është njeriu i sulmuar nga drejtësia, dhe është njeriu që në një farë mënyrë bën atë testin për zotin Rama, për pushtetin e zotit Rama. A është zoti Rama në kuptimin që a është zoti Rama i aftë të mbaj këtë simbol të të modelit që ai vetë ka promovuar fundja, e ka nxitur. Pra, si mund të jesh një socialist i mirë? Një socialist i mirë si zonja Balluku. Një socialist i suksesshëm, i efektshëm. Po tjetër. Dhe në qoftë se zonja Balluku bie, nëse ai nuk arrin ta mbrojë dot zonjën Balluku, me të gjitha ato mënyrat, ku diun, me procedurë, pa procedurë, me vota në parlament apo jo, me të gjitha që ka provuar dhe mund të provojë, nëse s'arrin do ta mbrojë, atëherë jep mesazhin që ky simbol i suksesit, i modelit, i se si duhet jesh. Nuk duhet bjerë, duhet vazhdoj. Ky simbol duhet vazhdoj, pra se përndryshe, por ky simbol, për mendimin tim, bie guri themelit i pushtetit zotit Rama. Zoti Rama është garant i këtij rendi. Ai ka thënë që kjo që është, kështu si keni bërë, mund vazhdoni të bëni, sepse jam unë këtu që ju dal garant. Okej, kalojmë te Spiro Pali. Zoti Hoxha, në Alfa Press ju publikuat si një konfirmim të asaj për të cilin u përfol para largimit për praninë, punësimin e një agenti rus në ambasadën e Gjermani. Qëndron kjo është shumë fakt që mund të ketë shërbyer për te lajme që mund të shërbyer kjo për largimin e zonës. Është një histori që ka ndodhur një vit përpara. Domethënë hetimet kanë filluar në gusht të 2025-s dhe po hetohen nga prokuroria në Tiranë faktikisht, nga një prokuror që nuk duhet t'ja shu lidhjet familjare që i ka me një ish deputete, domethënë bashkëshorten socialiste, bashkëshorti Ermonela Felaj, s'ka rëndësi ajo, por ka rëndësi në fakt për zvarritjen. Dhe akuzat janë për shpërdorim detyre, përvetësimi titujve çfarë është drejtues dhe falsifikim dokumentash. Kjo ka ndodhur dhe është identifikuar, siç ta thash, në gusht të vitit kaluar. Personi në fjalë që është identifikuar, rus, me nën armene, babar rus, por çuditërisht punonte në ambasadë me mbiemrin Kryemadhi, mbiemër shqiptar, domethënë. Është larguar nga puna, domethënë që korrespondon me ardhjen e zonjës Spiro Pali, nëse do ta lidhësh 4 muaj përpara. Fiks që sot 4 muaj përpara, ndoshta edhe më shpejt. Po nuk ka rëndësi ajo. Rëndësi ka që... A lidhet me ardhjen e ministrit jashtëm gjerman në aso kohë? Si diskutim, po se kanë ardhur dhe zyrtarë të tjerë, kanë ardhur dhe zyrtarë të tjerë në Gjerman. Unë besoj që
atëre shumë pak e kapën, unë jam përpjekur që në çdo studio më duket dhe kur kemi qenë bashkë, se bënte mu, do më thënë, vjen vizitën e parë në rajon, me avion special, një mbasdite të caktuar, vjen ministri i jashtëm i lokomotivës së bashkimit, i një vendi, do më thënë, gjen kohën dhe në këtë situatë që është Gjermania, gjen kohë dhe vjen në Shqipëri dhe bën vetëm 2 takime. Mbyllet në zyrë me kreun e SPAK dhe takon dhe vetëm Elisa Spiropali. Okej, si homologe, do më thënë për të mos e bërë fare ashtu. Por, një gjë është e vërtet që ati ka patur një alarm të institucioneve të BDI-s, të institucioneve të tjera, sepse zotëria në fjalë është identifikuar gjatë një vizite të kryeministrit Rama dhe ka qenë pjesë e eskortës që ka shoqëruar kryeministrin Rama. Dhe pa tjetër, kur shkon një kryeministër vendantar i NATO-s, ruhet nga institucionet gjermane, flirtohet çdo gjë e tjerë, dhe aty është ngritur flamuri kuq. Që do këtu dhe pasaj aty ka filluar historia është pasaj me denoncime të brendshme që u janë larguar nga puna, ka dëshmimtar, janë sekuestruar serverat dhe 2 muaj përpara zoti Xholi që është dhe ishte më sakt i strukturës i degës antikorrupsionit dhe i ka kërkuar prokurorit në fjalë me shkresë zyrtare për kompetencë quhet nga pikpamja juridike që në qoftë sepse duket sikur po të çohet drejt skadimit të afateve të timit, do më thëmë për kompetencë, në qoftë do më thëmë jepini përparësi se në qoftë nuk i çoni ju përpara, do të ashu, por 2 muaj korespondon prap me vizitën e zotit Van der Full. Do më thëmë që vetë SPAK i ka kërkuar që jepini drejtim ose na i kaloni për kompetencë neve të SPAK-ut. Kjo është situata, kurse Spiropalin më kështu unë e shikoj si ka një farë ngjashmërie me zonjën Osmani, sepse po të vëshëre, për mua kishte filluar që në periudhën e Bidenit, muajt e fundit kush ka qenë vëzhguesi i holl, por sidomos në kohën e Trumpit, kryeministri Rama ka patur një ftoje, po ja jap në rastin më të mirë, por mund të quhet edhe izolim për një kryeministër që janë antar i një vendi të NATO-s dhe kandidat për t'u antarësuar. Edi Rama shumë kohët e fundit nuk kishte asnjë takim bilateral, nuk ka asnjë takim, se këtu nuk ka ardhur vetëm zoti Van der Full që është vizita me lartë që mund të, ose vetëm po të vi presidenti. Po nuk ka pasur takime zyrtare, po themi vizita. Bilaterale, ka patur vetëm multilaterale që çdo të thotë se bepe, po ta them kështu. Shqip, do më thënë ku ka patur konferenca, gjëra që kanë qenë gjithë. Ndërkohë që Elisa ka patur një protagonizëm dhe duke si një fladitje, si një erë që sikur e sfumonte këtë izolim, sepse kemi Zoti Rama prandaj e zgjodhi. Dakor, pra, për partinë socialiste ishte mirë, për qeverinë ishte mirë, po është mirë për Edi Rama. Se mirë për partinë dhe për qeverinë është edhe largimi i zonjës Ballukut që në momentin e parë shko dhe pastaj dile. Ne po flasim këtu, nuk po flasim për Shqipërinë, për partinë, për atë qeverinë ishin mirë këto dhe mos harrojmë që në fillim të vitit zonja Spiropali u prit edhe nga Rubja. Sekretari shtetit Rubja. Përveç takime, bëri një takim, vizitë shumë të suksesshme në Greqi, kishim kone, kishim harruar Greqinë që kemi patur fqinj. Vizita u shkarkuar në avion pas një vizite gjithë përfshirëse në Kosovë. Ishte interesante, sepse takoi edhe opozitën e gjitha. Dhe faktikisht ishte jashtë dominos që thashun për Ballukun në qeveri. Kështu që dhe ta bëj lidhjen deri në fund. Më lërë të shpjegoj me që më pyete. Në qoftë se të kujtohet tek dolën lajme dhe që janë konfirmuar në disa burime, dhe jo vetëm që janë përgjështruar, kryeministri Rama në mbledhjen e mbyllur ka folur për të tanët që na shajnë në anglisht tek ndërkombëtarët. Apo ja? Po, ka folur dhe kush është e ka fokusuar edhe te Gjermania. Elisa Spiropali dje tha 2 fjali. Të gjithë u morën me fjalin që më erdhi keq tha dhe u habita që pse Berisha i doli fjala Berisha. Ma njoftoj më përpara largimit tim, po përpara asaj fjalie tha një fjali tjetër shumë interesant. Unë tha që përkon me këtë takimin e mbyllur të Ramës, unë tha di shumë mirë anglisht tha. Por di dhe ndonjë gjuhë tjetër, gjermanisht.
Sepse aty në atë takime Edi Rama ka thënë që Gjermanët na janë po na gjejnë dobësit dhe po na sulmojnë. Po unë di dhe ndonjë gjuhë tjetër, tha, por më shumë nga ato, tha, më mirë di shqipen që flitet troç. Pra ishte një mesazh i koduar dhe patjetër që unë nuk e shikoj thjesht si xhelozi të Ramës. Pse kjo? Por në informacionet që kam unë, Elisa Spiropali për çështjen Balluku sidomos, dhe ministri i jashtëm ka ardhur specifikisht për çështjen Balluku përveç të tjerave, sepse kemi brenda dhe akshin për sigurinë e tjerë, dhe në gjitha takimet që ka patur të nivelit lartë apo dhe të mesëm me ndërkombëtarët, ato që dim se ka dhe të tjera që si dim, në dinin time zonja Spiropali ka qenë në një linjë me ndërkombëtarët pro Spakut për të vazhduar këto lloj jetimesh. Po, dhe komuniteti ndërkombëtar ka konsideruar dhe... Kështu që ato përrallat e opozitës e hoqi se i tha Balluku... Një analizë fundit i lidhur me këtë, me zonjën Spiropali, asaj që ju referua dhe Poli në replikën e djeshme që pati në parlament. Pa i hequr gjë asaj që tha Poli, sepse në një farë mënyra janë dhe fakte që ndoshta, ose fakte logjike, dhe nëse si kemi dokumentuar, apo gjithsesi, fakte logjike. Unë thjesht do i përmbledhja gjitha këto në një farë mënyre në një ide të përgjithshme. Ideja që Partia Socialiste sot ka fatin e mirë dhe të keq që ka një diferencë numerike të madhe me opozitën. Fatin e mirë sepse nga njëra anë i lejon është komode në çfarë do gjë që bën. Por ka fatin e keq sepse pastaj do duhet bëj politikë së brendshme. Që do thotë ajo dinamika nëse mungon midis qeverisë dhe opozitës do gjendet brenda qeverisë. Në një farë mënyre do ndodhi ajo që ka ndodhur për shembull konservatorëve në Angli, kur ishin shumë të pushtetshëm në raport me laboristët para disa vitesh, gjatë dhe mbas Brexitit, pra. Dhe kur ndruan kaq shumë kryeministra, ata ndrojnë kryeministra, ne nuk shkojmë deri aty, ndrojmë ministra. Por gjithsesi, si thua ajo dinamika, t'i zëm vendin tjetrit, ta godasim, të shohim të shfrytëzojmë mundësinë etj, që mund të ketë ndodhur, nuk është fare e çuditshme që të ketë pasur një luftë, si më thënë, klanesh ose linjash në Partinë Socialiste. Dhe kjo mund të ketë, mendoj unë, të paktën mund të shpjegoj edhe këto ndryshime që ka bërë zoti Rama, sepse kur varka si thua anon në njërën anë, ti duhet ta balancosh, të gjesh një mënyrë që të rivendosësh ekuilibrat. Ekuilibër i përkohshëm, Ermal, apo? Vazhdon të luaj në komoditetin e numrave që ka, sepse opozita nuk është se ka forcën për t'ju imponuar Partia Demokratike në këtë rast. Komoditetin e ka, po e ka të brisht. Dhe në rastet të tilla, situata që ka partia në raport me qeverisjen, në raport me vendin, në raport me ndërkombëtarët, krijon edhe stres e shtesë aty brenda. Ka njerëz eventualisht brenda, mund ta marrin me mend shumë lehtë këtë gjë, cilët janë të pakënaqur nga për arsye personale, arsye karriere, arsye ambiciesh etj. Dhe nga ana tjetër e konstatojnë, e nuhasin këtë lloj dobësie. Dhe nuhatja e dobësisë e bën në fakt më lehtë të ndeshshme këtë pjesën e kundërshtimit brendshëm. Kështu që është një situatë shumë pjellore, le të themi, s'po them për kryengritje të brendshme, për zera, për zera, për pakënaqësira, për një lloj fermentimi të brendshëm të pakënaqësisë, e cila në një moment tjetër pastaj mund marrë edhe forma të tjera më interesante. Sepse nuk janë vetëm brenda partisë aktuale socialiste, brenda rilindjes. Po i ke edhe në bazë, i ke të frymëzuar shpesh edhe nga njerëz që kanë qenë pjesë e Partisë Socialiste ose janë pjesë e Partisë Socialiste pa qenë pjesë e rilindjes. Cilët e ndjejnë fakt rilindjen ose e perceptojnë rilindjen si një lloj paraziti që i është vendosur Partisë Socialiste dhe ka zombizuar. Po i vë volën e turpit dhe korrupsionit dhe të faktuar. Ke plotë të tillë që e konstaton dhe me socialistë kur flet, ose njerëz që kanë pas funksion ose që kanë pas një lloj roli ndryshe të socialiste, e konstatojnë dhe shikojnë edhe një lloj nostalgjie në fakt. Për KPD-n, për shembull. E famshme. Jo, po sepse gjithsesi diskutohet për politikë.
Është kritikuar zonja Spiropali, por kur artikulon e vetmja nga të larguarit në qeveri që pati edhe një reagim publik në rrjetet sociale, qëndrimi i vetëm në parlament, të lëshjeni një gjëje që pritet nga qytetarët. Po Filizat, dhe sot është larguar sekretarja Jola Ysa nga Partia Demokratike, paga shumë në argumentimin e thosh s'është më demokratike. Tani këto, dëgjoj, ne kemi 2 lider suprem këtu. Ne duhet ta themi troç. Ka një dallim, Jola Ysa ka dalë dhe ka mbajtur një qendrim politik. Po, pra tjetër. Drejt i pa drejt çështjet. Kurse Spiropali është akoma në hedhjen e aludimeve, në hedhjen e fjalëve të cilat ne duhet t'i interpretojmë këtu edhe Dakor. Dhe tani fakti është se analiza e vërtetë është që ne në Shqipëri po shliruam partitë, do të thotë po shoqim liderët suprem, jo si emrat veçantë, po si sistem, si dukuri. Edhe këto na gëzojnë, këto partitë duhet të ndryshojnë së brendshme dhe duhet të ndryshojë dhe shoqëria në mënyrën se si i qasen problematikave dhe krizave të përpasshme. Ju falenderoj shumë që ishit, zoti Mile, zoti Hoxha, zoti Hasimja. Faleminderit. Shikues të nderuar, edhe ju falenderoj që na ndoqët sonte në çdo kënd, do të jemi të premten në orën 21, natën e mirë.